flasim më shumë të kthehemi tek tema që e dim, jo çfarë mund të ndodhë, por çfarë e dim, Parlamenti ka miratuar Komisionin e Reformës Territoriale. Nëse Komisioni i Reformës Territoriale. Është shumë e rëndësishëm. Po, duke lidhur me debatin, Edhe mund të korrigjoj gabimet që janë rënë të shkuara. Nëse Komisioni e para nuk besoj të korrigjojë, do hyj prapë një marrëveshje e re, se ka lëvizje dhe popullsia dhe interesesh. Po ideja është që nëse Komisioni merret vetëm me hartën, nuk ka bërë asgjë. Ka bërë një vrim të madhe që të përsëritet prapë pas 10 vjetësh. Nëse Komisioni merret me thelbin që njeriu i votuar të ketë kompetencë, të ketë mekanizma ushtrimi pushtetit, ketë autoritet, por edhe llogaridhënie, kjo do ishte reforma për cilën Shqipëria ka nevojë dhe opozita kur merr të mision duhet ketë një projekt për t'i ofruar qytetarëve shqiptar. Deri tani nuk kemi parë këtë lloj projekti. Ne kemi parë vetëm do shtoj 7 bashki sepse kam presione se Gjirokastra ka 7 dhe unë do t'i bëj 7 në zonën time. Në këtë pazarlëqe shqiptare. Jo, pazarlëqe dakord to zoti Krasniqi, por problemi është 46 bashki jugu, 15 veriu. A ka i far, domethënë raporti këtu, e para, e dyta, po ju marri shembull. Fushkruja 50.000 banor ka qenë historikisht bashki. Tani kanë shkuar kanë kthyr njësi administrative. 50.000 banor më burr. A kupton? Pra, shkojnë e kthejnë fushkruar njësi administrative, s'po marr nuk du ta krahasojmë as i bashki tjetër, tipit Libohov, Roskovec e këto, mund t'i marrin bashki. Po ç'është kjo punë tani 50.000 banor që nuk marrin shërbime, se duhet ketë edhe lloj lidhje me komunitetin që të marrin shërbime. Ideja është tjetër Elon. Në momentin që ti do të bësh një reformë territoriale, duhet të ketë një studim çfarë nuk na ka shkuar mirë. Patjetër. Nëse ti siç nisin atë kohë Gjirokastër që një parti e djathtë ka lejtë e majta ju dhurun 2 bashki si dhuratë sepse duaj, këtu ka marrë fund pazari. Një komision që u tentua në mandatin e kaluar dështoi për këtë arsye se pati presione nga grupe parlamentare që nga deputetët e zonës shtonin një të zona ime. Dhe në atë kohë komisioni i kaluar, për shembull, ky që është në fuqi, 2 bashkëkryetarë që ishin një nga Tepelena, një nga ato, secili bëri velinë vetë bashki. Aty janë 7 bashki që kaluan me 25 minuta me makinë. Imagjinosh sa larg është largësia atyre. Por imagjinoni në aspektin afatgjash zhvillimi, si mund bësh një rrugë, si mund bësh një plan zhvillimi, në një territor ku ndahet copa me autoritete tjera, me leje tjera, me administratë tjetër e tjerë. Pse? Vetëm për të kontrolluar territorin, bastione dhe për të futur sa njerëz punë. Kështu që ne duhet shkojmë dhe koncepti zhvillimi dhe koncepti zhvillimi na jep pastaj cili është varianti më i mirë për të krijuar superbashki siç është Tirana, për të krijuar superbashki për Durrësin, për Shkodrën, për Vlorën dhe për zonë tjetër ku ke interesa strategjike dhe pastaj për krijuar një mekanizëm tjetër përfaqësimi për bashkitë e tjera të Shqipërisë. Por unë u habita për shkak nga deklarata që tha kryetari i opozitës që tha nuk pres në ushtrime kushtetuese. Unë prisja që reforma e opozitës të shkonte tek koncepti i Maqedonisë për shembull, ku ndarja proporcionale e mandateve ka prodhuar nivelin më të lartë ndoshta në Ballkan të përputhjes votave me mandate, sepse këtu ka disproporcional jashtëzakonisht madh. Nëse ti ruan të ndarje territoriale, kjo do thollohet, nuk do afrohet. Kur koncepti i votës duhet jetë proporcionale, ti jep 10 vota dhe ke një mandat. Ti jep 100 vota, ke 10 mandate. Po nuk mund ta prodhosh siç e kemi prodhuar sot. Dhe opozita çuditërisht nuk po ngre këtë gjë. Çfarë un kam frikë që edhe kjo reformë nuk është ftesë për reformë, është ftesë për të bërë marrëveshjen e rrallës. Diku është quajtur në parlament është quajtur akshëm pazar, mos gaboj. Jo ka i problem, fale. Edhe 2 komisionet për të ardhur edhe tek ajo që thatë ju më herët, edhe 2 komisionet të cilat ishte për dosjen Megonegal dhe për hetimin e 11 majit kanë dështuar sepse vetë opozita ka dalë jashtë pasi ka mësuar që mazhoranca nuk do të jepte dritën jeshile për të vazhduar përpara. Kështu që le të themi është bojkotuar edhe kjo seancë parlamentare. Mendoj unë që më është më e rëndësishme kjo e territoriale, domethënë. Ç'a ndodh? Ky ka dalë ka thonë që do bëj 30 ca bashki apo jo, me sa mora veshun. Domethënë do ta kthejnë kohën e rrethave. Ideja e në oferta. Një part thotë jo dua ta them. Edhe ka bëhet ç'a thotë Rama. Jo Elon, ai ka thënë 30, ai ka thënë 90 për shkuar prapë te 60-ta. E pat pseudo-mazhoranca në mënyrën më antikushtetuese i mohoi opozicës të drejtën më themelore kushtetuese që ka në parlament, komisionin hetimor parlamentar. E kreu këtë akt edhe pas një betejë të gjatë disa mujore që u zhvillua në legjislaturën e parë dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese që kjo është një drejtë që nuk mund të preket. Kjo është një drejtë e pakisës
e patjetërsueshme. Sot ne kishim paraqitur me argumenta të plota kërkesën për 2 komisione. Për skandalin me Gonigal, i cili implikon direkt Edi Ramën me një skandal të madh me ish shefin e kundërzbulimit të FBI-t, i cili përvimtarit e tij vuan 6 vjet e gjysmë burg në Shtetet Bashkuara, por në dosin me Shqipërinë emri Edi Ramës lakohet dhe figuron në 13 raste ku Edi Rama citohet se i ka dhënë me Gonigalit nëpërmjet oficerit të policisë sekrete $220.000 dhe është korruptuar me Gonigali. Ku Edi Rama citohet se ka diskutuar për reformën e drejtësisë me Gonigalin dhe sa i informonte të tjerë se këtu tash i kemi punë. Ku Edi Rama citohet se ka hequr licencën një kompanie për t'ia dhënë një kompanie tjetër në të cilët ish oficeri i sigurimit kishte interesat veçanta. Ku Edi Rama citohet se këshilltari i tij Dorian Duchka ishte një agent i paregjistruar kinez i cili jepte të dhëna nga FBI që mirte nga Gonigal transmetonte të dhënat tek autoritetet e zbulimit të Kinës. Ku Edi Rama citohet. Okej, jemi rikthyer. Zoti Krasniqi, duket se sërish opozita nuk ka mundur të marrë atë që ka kërkuar, pra 2 komisione. Së pari opozita duhet mësohet të bëjë sjelljen që bën çdo opozitë kur ka ngjarje politike në parlament. Njeriu që flet para medias është kryetari i grupit ose drejtuesi tjetër i dytë i grupit. Koncepti që kryetari i partisë flet në gjitha kanalet televizive për gjithçka që ndodh në grup dhe në parti është provuar me qindra herë që nuk është funksionale dhe nuk arrin dot të realizojë as misionin publik që duhet ketë opozita. Që me qenë si po flisim për organizimin opozitar. Së dyti, pastaj këto, ne kemi situatë tillë. Mazhoranca ka super mazhorancë. Është hera e parë që nga viti 97. Mazhoranca nuk ka një mekanizëm me cilën sot mund t'i bësh presion, sidomos muajt e parë, sidomos opozita e cila nuk ka votat e nevojshme në parlament. Dhe duke ditur këtë realitet, ty duhet të krijosh një strategji krejt tjetër, dhe strategjia është të bashkohesh me 2 grupe. Një me partner perëndimor dhe një me pjesën qytetare shqiptare që është pak kënaqur me zhvillimin në Shqipëri dhe që nuk është përkrahase kësaj qeverie. Opozita si duket ka ndjekur një rrugë të tretë që nuk ka lidhje me këtë rrugë, sepse nuk mund të kërkosh asnjë komision, them drejtën, që kërkon hetime edhe nga pala amerikane